Zona zotrimit se vini me drejt për drejt në studion e Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku. Në bashkë me ju në këto 60 minuta në vazhdim me njerë kalojmë me zhvillimet kryesore që kanë shënuar këtë ditë edhe të paralajmërojmë intervistën e sotme. Natali Velia është dënuar me 12 vjetë burgim dhe 25.000 euro gjobë në rastin e pasaportave biometrike. Janë dënuar edhe 8 personat të tjerë, ndërkohë Velia i duhet të kompenzoj kompanin OSD me 1.400.000 eurot e vjedhura. Presidenti e Kosovës, Ativete Jahjaga, ka mbajtur fjalimin vjetor në kuvendin e Kosovës, ajo ka kritikuar ashpër partitë politike për blokadën. Jahjaga foli edhe për gjyqësinë, liberalizimin e vizave të pagjeturit dhe kërkoi trajtim më të mirë për gratë e dhunuara gjatë luftës. Ekskluzive sot në Infomagazin flet Branislav Sinadinovski, promovuesi i vlerave shqiptarëve ortodoks të Maqedonisë. Në rrëfimin e tij Sinadinovski shpalosi idenë e krijimit një kishe të veçantë për shqiptarët atje, kur rrëfem për asimilimin, familjen dhe kërcënimet që po i bëhen vazhdimisht. Edicionin e sotëm të Infomagazinës e nisim me kronikën që ka të bëjë me fjalimin vjetor të presidentës së shtetit Ativete Jahjaga të bërë në kuvendin e Kosovës. Ajo ju adresua popullit, por edhe të zgjedhurve të popullit. Në fakt, Ativete Jahjaga, presidenti e Kosovës, kritikoi ashpër partitë politike për blokadën e krijuar për një periudhë 6 mujore, ndërkohë që foli edhe për drejtësinë, liberalizimin e vizave të pagjeturit dhe kërkoi trajtim më të mirë për gratë e dhunuara gjatë luftës. Kronika në vazhdim na sjell detajet. Po e përgatisin foltoren e institucionet më të lartë ligjvënës në vend. Këtu për pak minuta të dale para e shtetit, Ativete Jahjaga me fjalimin e saj vjetor para të zgjedhurve të popullit. E me të paraqitur para deputetve, presidentja zbrazi goxha kritika për partitë që këta i përfaqësojnë. Ajo tha se kriza 6 mujore solli dëme të mëdha në të gjitha fushat. Këta 6 muaj, përpos që i vumë në sprov institucionet dhe kushtetutën e Kosovës, këtë dokument bazë që i vë themelet e shtetit tonë dhe vlerat mbi të cilat i ndërtojnë këto themele, ne testuam rënd edhe durimin e qytetarëve tanë. Presidentja, pas kritikave, kërkoi nga deputetët dhe të gjitha institucionet përgjegjësi dhe angazhim maksimal. Institucionet i kemi të konsoliduara, proceset janë të qarta. Tani na duhet një elan i ri, politik dhe praktik, për të implementuar zotimet e bërjes së shtetit. Para nesh kemi shumë sfida institucionale dhe duhet të përmbushim shumë pritje, qofshin të qytetarëve të Kosovës apo të partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët i kemi pasur pranë në çdo hap të shtetëndërtimit tonë. Sipas saj, ikja e qytetarëve drejt një të ardhme fiktive e të pasigurt është përgjegjësia e institucioneve. Po aq sa është përgjegjësi edhe obligimi yni që të sigurojmë mirëqenien e qytetarëve tanë. Po aq është edhe përgjegjësi për të parandaluar veprimet e atyre që po provojnë të përfitojnë në kurriz të qytetarëve përmes rrugëve ilegale që i çojnë ata drejt një të ardhmje të pasigurt. Prioriteti i qeverisë së re sipas Jahjagës duhet të jetë zhvillimi ekonomik, punësimi e zbatimi i ligjit. Këtu bara përgjegjësisë bie para së gjithash mbi institucionet politike dhe ekonomike, të cilat duhet të bëjnë punën e tyre, të krijojnë mekanizma nxitëse mbështetës për ekonominë, dhe para së gjithash të kujdesen për zbatimin e ligjit e krijimin e parakushteve për zhvillimin gjithëpërfshirës ekonomik. Por ajo shtoi se gjithë këto nuk arrijen pa luftimin e korrupsionit. Sot kemi një prokurim publik jo transparent. Ngritja e numrit të gjykatësve dhe prokurorëve nuk është përkthyer në efikasitet të ndjekjes penale dhe gjykimit të rasteve. Janë mbi 2.000 lëndë që për vite me radhë qëndrojnë në sirtaret e organeve tona të drejtësisë. Presidentja Jahjaga kërkoi nga kuvendi dhe krijimin e gjykatës speciale, e cila sipas saj do të merret me raste individuale dhe asnjëherë me luftën e shenjtë të Kosovës për liri e pavarësi. Kuvendi i Kosovës ka mbështetur krijimin e gjykatës speciale, e cila do t'i adresoj akuzat për krime lufte që dalin nga raporti i Këshillit të Evropës të vitit 2010 dhe duhet sa më shpejt të përmbush obligimin e vet për themelimin e saj si dëshmi që jemi shtet i ndërtuar mbi parimin e drejtësisë për të gjithë. E para e shtetit kërkoi edhe më shumë angazhim në zbardhjen e fatit të pagjeturve dhe trajtimin e të dënuarve gjatë luftës në Kosovë. Liria jonë nuk do të jetë e plot pa lirinë e tyre.
Po ashtu, ajo kërkoi më shumë punë në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, që Kosova të dalë nga izolimi. Nuk harroj të bëj thirrje që mos të ketë ndërhyrje në institucionet e drejtësisë dhe arsimit të lartë, ndërsa që premtoi vazhdimin e përkushtimit në luftën që Kosova asnjëherë të mos bëhet qirrje e ekstremizmit dhe terrorizmit. Por këtë adresim të presidentës së shtetit Atifete Jahjaga nuk kanë ndjekur edhe përfaqësuesit e 3 subjekte politike opozitare të lëvizjes vetëvendosje si parti më e madhe të AK-s dhe të Nismës. Këto 3 subjekte politike opozitare kanë akuzuar presidentën Atifete Jahjaga se gjatë atij 6 mujori për cilën nuk kritikua nga e para e shtetit, Atifete Jahjaga, presidenti i shtetit, nuk ka luajtur një rol unifikues. Le të ndjekim deklarimet e tyre. Këtë vëmë në shajnë proteste për punën e saj si presidente gjatë këtij viti, gjatë të cilit ajo ka luajtur një rol jashtëzakonisht negativ në kohën kur themeloheshin institucionet dhe në kohën kur Partia Demokratike e Kosovës e bllokonte edhe seancën e kuvendit dhe përmes gjykatës kushtetuese e bllokonte edhe plotësisht formimin e institucioneve të Republikës Kosovës dhe bllokonte realizimin e vullnetit të shumicës së votuesve që atë botë kishin arritur përmes subjekteve politike që i kanë votuar ta lidhin një marrëveshje koalicioni që përbëhej prej 63 deputetëve që... Zonja presidente ka injoru shumicën parlamentare, prandaj është bashkë pjesëmarrëse në të këqijat të cilat po i vinë vendit. Ajo ka përkra partit në pushtet dhe me veprimet e saja jo kushtetuese, në fakt ka bërë që klika e Hashim Thaçit të jetë në bashkëqeverisje edhe për 4 vitet e ardhshme. Ne kemi vlerësuar që nga fillimi, nga drejtimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës, presidentja e vendit sikur nuk ka qenë e gatshme për ta njohur demokracinë parlamentare, për ta njohur shumicën parlamentare. Do thotë kjo ka qenë vërejtja jonë dhe gjatë gjithë këtij procesi ka pas anime. Mbesime më tutje në kuvendin e Kosovës më vonë pas adresimit të Jahjagës me 81 vota për 28 kundër dhe një abstenim, kuvendi i Kosovës vendosi për formimin e 14 komisioneve parlamentare. Kreu i kuvendit Kadri Veseli pas mbylljes së seancës i ka ftuar shefat e grupeve parlamentare në një takim në kabinetin e tij. Edhe kësaj radhe opozita kundërshtoi për mënyrën se si janë ndarë ato. Megjithatë, në takimin e kryesisë të kuvendit të Kosovës u vendos që më 22 dhjetor të jetë edhe shqyrtimi i pari projekt buxhetit për vitin 2015. Vendimi thotë se më 29 dhjetor do rishikohet se do jetë shqyrtimi i dytë i projekt buxhetit. Kur jemi tek kuvendi i Kosovës, lajmi i fundit është se deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Shaip Muja ka dhënë ndërheqje nga grupi parlamentar. Një gjë e tillë bëhet e ditur nëpërmjet një letre që është dërguar nga vetë deputeti Shaip Muja, i nënshkruar si deputet i pavarur tashmë. Unë deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-s jap dorëheqje nga grupi parlamentar i PDK-s dhe kaloj si deputet i pavarur në kuvend. Arsyeja e daljes nga grupi parlamentar se nuk pajtohem as me politikat zhvillimore e as kadrovike, ka shkruar pra deputeti deri sotshëm i Partisë Demokratike të Kosovës Shaip Muja. Do vjojmë më tutje me drejtësi, dhe flasim për drejtësi sfundmi, dhe sot në fakt është dhënë edhe akt gjykimi i gjykatës për Natali Veliaj, në cila është dënuar për 12 vjet burgim dhe 25.000 euro gjob. Në rastin e skandalit pasaportave biometrike janë dënuar edhe 8 persona të tjerë, ndërkohë Veliaj duhet kompenzojnë edhe shumën prej 1.400.000 euro tek kompania OSD. Gjykatësi dha vendimin këta dy të akuzuar u shpallën fajtor për skandalin e pasaportave të enjtë në gjykatën themelore në Prishtinë. Natali Veliaj u dënua me 12 vjet burgim pasi u gjet fajtore për akuzat për krim të organizuar, mashtrim e shpërlarje parash. Hiç më lehtë nuk shpëtoi as Fisnik Blakaj, që mori 11 vjet burgim për të njëjtat akuza. Të pandehurit Natali Veliaj e Fisnik Blakaj janë fajtor sepse me qëllim të përfitimit personal kanë themeluar, udhëhequr dhe organizuar një grup kriminal që ka mashtruar Ministrinë e Punëve të Brendshme
dhe kompaninë austriake OSDE për prodhimin e pasaportave. Dem i shkaktuar me këtë rast është plot 1.420.000 euro. Në këtë proces u dënuan edhe 6 akuzuar të tjerë. Betim Blakaj u dënua me 8 vjet burgim, Ergyn Dogani po ashtu mori 8 vjet burgim, Pajtoru Shpall edhe Ymer Fazlia që u dënua me 5 vite burgim, Nazmi Thaçi u dënua me 4 vjet burgim. E dënimet të vogël morën Jakub Blakshori e Sefedin Shala që u dënuan me nga 1 vjet burgim. Por pas dënimit me burgim, 2 fajtorët kryesor duhet i kthejnë shumën e parave për të cilën mashtruan MPB-n dhe kompaninë austriake. Të pandehurit Natali Veliaj e Fisnik Blakaj obligohen që të paguajnë demin e shkaktuar kompanisë OSDE në vlerë prej 1.420.000 euro. Po ashtu të pandehurve u konfiskohet përjetësisht pasuria e palojtshme e përfituar me anë të kryerjes së veprës penale. Ndaj këtyre vendimeve u ankua njëri nga avokatët e të dënuarve. Këto dënime më të them se nuk janë pajtim me kodin e procedurës penale, ka karakter hakmarrës në vendim. Pos dënimit me burgim dhe konfiskimit e aseteve, të gjithë të pandehurve u janë vënë edhe gjoba të ndryshme duke filluar nga 5.000 deri në 25.000 euro gjobë, ndërsa të gjitha këto kompenzime duhet të bëhen në afat prej 60 ditësh pasi aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm. Besnik Berisha, menaxheri prodhimit dokumenteve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka paralajmëruar padi në kësaj fundit. Vendimin për padi Berisha ka marrë pas shpalljes së verdiktit lidhur me skandalin e pasaportave, ku caktua dënimi për të akuzuarit e përfshirë në këtë skandal. Kjo pasi ai konsideron se ishte pezulluar jashtëligjshëm nga puna. Ai ka thënë më tej se zyrtarët e përfshirë në rastin e tij janë ish ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi, ish sekretari Ilhami Gashi, ish ushtruesi i detyrës së kryeshefit të ARC-s Abedin Mehmeti, si dhe menaxherja e personelit Vjolca Bruçi. E këtë deklarim të Berishës si është kundër përgjigjur ish ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi. Sipas tij, Ministria e Punëve të Brendshme, në fakt sipas Bajram Rexhepit, ai ka thënë se ai është larguar në vendim të sekretariatit të Ministrisë Punëve të Brendshme për mos menaxhimin adekuat të kontratës, ndryshe vendimi i gjykatës për dënimin e përgjegjësve të skandalit pasaportave, si duket e ka gëzuar nga ana tjetër ish ministrin e Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi. Ky i fundit ka deklaruar se është i kënaqur që më fund gjykata vendosi drejtësi për skandalin e pasaportave, duke i dënuar përgjegjësit kryesor me gjithsej 49 vite. Hetimet për skandalin e pasaportave kishin nisur pasi kompania kontraktuese kishte njoftuar se nuk po i merrte parat me rastin e lëshimit të pasaportave, para që kishin shkuar në adresë të dënuarve Natali Veliaj, Fisnik e Betim Blakaj. Ndrojmë temë të informacionit. Lëvizja vetëvendose ka vendosur një pankart në portën e qeverisë së Kosovës me mbishkrimin "Ky është kufiri që duhet kaluar, jo tek lumi Tisa" në Hungari, përmes të cilës ju bën thirrje qytetarëve të vendit të mos ikin nga Kosova për të gjenë mënyra të tjera për të luftuar të keqen që sipas tyre pushtetarët po ja bëjnë këtij vendi. Ky marsh u mbajt për të shënuar ditën ndërkombëtare të migrimit, ndërsa aktivistët e lëvizjes vetëvendosje thanë se në Kosovë muajt e fundit çdo ditë mund të konsiderohet si një ditë e migrimit. Aktivistët e kësaj të fundit paralajmëruan se nuk do të hezitojnë të organizojnë protesta për të parandaluar dukuri tek qia në vend. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron sot në Bruksel. Ai zhvilloi takimin e parë si mysafir në zyrën e shefës së re të diplomacisë evropiane Federica Mogherini. Aty sipas një postimi në Facebook, Thaçi tha se pati bisedë të ngrohtë dhe të thellë për marrëdhëniet mes Kosovës dhe BE-s, duke ju referuar në nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit, asociimit, liberalizimit vizave, vazhdimit të dialogut me Serbinë, si dhe reformave ekonomike dhe politike. Thaçi tha se Mogherini është e dedikuar për suksesin e Kosovës dhe Ballkanit në rrugtimin evropian, ndërsa i vetë siguroi se Kosova do të përfundojë obligimet karshi partnerëve të BE-s. Pas Mogherini, Thaçi u prit edhe nga komesari i ri për zgjerim Johannes Hahn. Fillojmë tutje me lajmet nga arena ndërkombëtare. Ndalemi në Nigeri. Militantët e Boko Haramit kanë kidnapuar rreth 185 gra e fëmijë, si dhe kanë vrarë 33 persona. Ngjarja zhvilluar në fshatin Gumsuri në veri të Çibukut, kur personat armatosur kanë hyrë me automjete duke i pushkatuar meshkujt e fshatit dhe pastaj duke i rrëmbyer edhe gratë
dhe fëmijët. Në ndërkohë bëhet e ditur se janë dashur 3 ditë për të marrë vesh ndodhia për shkak të mungesës së komunikimit, ndërsa lajmi është bërë i ditur nga ish banorët e asaj pjese, të cilët janë shpërngulur në një vend tjetër. Sulmuesit kanë shkatruar e djegur gjithë fshatin me benzinë, ka bërë të ditur zyrtari Modu Kalli. E pjesa e mbetur e banorëve të atij fshati tashmë ka filluar të shpërngulet në vendin e quajtur Majduguri, qytet ky i cili po mundohet të sigurojë vend për të gjithë refugjatët. Do shkëputemi nga studio e Infomagazinës për të vijuar më tutje me pjesën e bisedës. Sot në Infomagazin do të flet Branislav Sinadinovski, promovues i vlerave të shqiptarëve ortodoks të Maqedonisë. Në rrëfimin e tij ai do shpalos edhe idenë e krijimit të kishës ortodokse shqiptare në Maqedoni rreth procesit të asimilimit, duke u nisur që nga familja e tij, por duke folur për atë numër që pretendon ai se janë shqiptar ortodoks në Maqedoni, 75.000 sipas Sinadinovskit. Me njerë pas spoteve publicitare bartemi në Shkup, unë bashkë me operatorin Fatos Zoga i kemi udhëtuar një ditë atje, ju sjellim këtë intervistë. Ofertë speciale për persona privat. Kredi me normë më të favorshme në treg, duke filluar nga shuma 3.000 euro. Pro Credit Bank. Ashtë gati? Që edhe pak. E di që nuk po të pritet zemër. Që e u kry. Sa mirë ko ka qelë. Peshoni rrugë. Gjatë rrugës kime ble një paketim Devolli Princ Kafe Turke. Kime hap paketimin, në qoftë se brenda në paketim shkruan urime keni fituar. Çka ko me fitu? Po shoh shumë shpërblimet bukra. Kime fitu set filxanash, orë muri, tharse për flok, mikser, mikroval, skutera. Tjetër? Mendoje një dëshirë. E mendova. Peugeot 208. Devolli Princ Kafe Turke, çdo muaj dhuron nga një Peugeot 208. A keni ndonjë ide për drek? Kemi! Edhe të shumë të shishme. Magi ide për qoftën e salcë kërpudhash? Qofte! Kemi mish. E kërpudha dhe presh? Kemi. Shtojmë majdonos, piper të kuq dhe krip, formojmë qoftet, i presim perimet dhe i radhisim. Për mbajtjen e qesës e përzihem me ujë dhe ajk për përgatitje. E hedhim si për qofteve, i pjekim dhe suksesi është i garantuar. Ide e mirë. Qofte 4 orë. Magi idea për ushqimet tuaja të përditshme, jashtëzakonisht të shijshme. Kur hundët kishkëllejnë, merrni Rhinostop, zgjidhja më e mirë për hundët tuaja. Rhinostop liron hundët e bllokuara dhe lehtëson simptomat e ftojes dhe gripit. Përpara përdorimit lexoni me kujdes fletudhëzimin dhe konsultohuni me mjekun ose farmacistin. Me qëllim të promovimit të gjuhëve të ndryshme, si evropiane, po ashtu edhe gjuhëve lokale që janë në Kosovë, kemi vendosur që të ngrisim vetdijen e fëmijëve pikë pari, por edhe të qytetarëve mbi të drejta gjyqësore, mbi multikulturalizmin dhe multilingualizmin. Mu shumë pëlqej ky vend, ky organizacion, shumë mirë ishte edhe për nxënës, edhe për fëmijët, për ta komunikuar më mirë, për të mësuar me fëmijët dhe nga gjuhave tjera. Dohet gjithkush me folë gjuhën e vetë pa probleme dhe pa kurfar ofendime nga qytetarë tjerë. Porosia për të rinjt definitivisht mësoni sa ma shumë gjuhë, me ditë sa ma shumë gjuhë është pasurima e madhe, ju ndihmon edhe në njohjen e kulturave tjera, krijimin e shoqënive të reja. Mbledhu me familje, shoqëri dhe ndjek e zemrën. Zemra e din çka don. Don diçka të bukur, diçka me stil, diçka që të lem pa frymë. Zemra don shijoj, gëzohet dhe shoqërohet. Grand Store, çka ta don zemra. Ofertë festive në Technomarket, të gjithë artikujt me zbritje prej 15 deri në 50%. Për festa më të bukura shfrytëzoj rastin në Technomarket. Festa dhe dhuratat filluan. Eja në Meridian Express dhe fito shpërblime të shumta. Ndert shtëpisë. Mirë se erdhët në kompaninë Hoxha. Siç po e shihni përpara kemi projektin Hik Center, i cili gjendet në bulevardin Enver Maloku. Këtu kemi pjesën e gjelbruar,
pjesë në të cilën është i përfshirë parku i fëmijëve. E këtu kemi qendrën tregtare, e cila ka rreth 33.000 metra katror dhe brenda saj ka të përfshirë dyqane të ndryshme. Hoxha Invest Group. E gjithë kjo storia filloi para disa vjetëve kur morëm pjesë në procesin e privatizimit, edhe kishim sukses që në raundin e parë të privatizimit. Për më shumë, ndjek tregimin në bankaime.net. Këtë mbrëmje në emisionin Zona Debatit për Ballë Batonagjiut dhe panelit e analistëve flet Shpend Ahmeti, kryetari i Komunës së Prishtinës. Depolitizimi në punësim. Komuna duhet të përkujdeset që shërbimet bazike të qytetarëve ekzistojnë aty. Unë do ta përdori transportin publik për shkuar në punë. Ket takime në çdo lagje, ti dëgjosh kërkesat e problemet e qytetarëve. Ne jemi zotuar për rritjen e kompetencave të kuvendit komunal. Papi parë, ditën e parë është përveç injizimit të gjendjes që do të ta fillojmë, duhet të ndalen së pari ndërtimet pa leje dhe pastaj të fillojmë me procesin i cili duhet të jetë i dhimbshëm, por është i domosdoshëm. Cilat nga premtimet e fushatës elektorale po i realizon Shpend Ahmeti? Programi jonë përmban 17 pika, 17 fusha të ndryshme me cilat ne do të tentojmë që të ballafaqohemi. Si e komentojnë analistët qeverisjen Ahmeti në vitin e parë të mandatit? Zona Debatit, këtë mbrëmje, ora 21. Klan Kosova ka kënaqësinë të ju informoj se nga ky muaj prania e kanalit ton televiziv në kablo të Gjermanisë është zgjeruar. Tani përveç në Baden-Württemberg, Klan Kosova është e pranishme edhe në Hessen dhe Nordrhein-Westfali nëpërmjet operatorit Kablovek Unity Media. Klan Kosovën mund ta shikoni në të gjitha kantonet e Zvicrës, gjithashtu në vendet e rajonit, Shqipëri dhe Maqedoni, si dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asimilimi ta ngrinë shpirtin nga qenë fjalët e Branko Manojlovskit, promovuesit vlerave shqiptaro ortodokse të Maqedonisë, kur ka folur pak më kohë më parë në studion e Infomagazinës rreth procesit të asimilimit. Rreth procesit të asimilimit me një personazh me emrin e njëjtë, por bëhet fjalë për profesor doktor Branko Sinadinovski, do flasim edhe sot në emision. Branko Sinadinovski është autori 39 veprave, është ligjërues i drejtës ndërkombëtare në botën arabe, ka qenë shërbyes në sistemin e kaluar, themelues i subjektit politik më të madh në Maqedoni, që është VMRO DPMN, një subjekt politik që për momentin është në qeverisje, por që historikisht nuk i ka pasur shumë në qejf shqiptarët. Sinadinovski është autori 39 librave, një nga to është Josif Bageri, por në veprimtarinë e tij përfshihet sfundmi edhe një libër për veprimtarin e madh të çështjes kombëtare Hasan Prishtinën. Cilat janë arsyet që sfundmi Sinadinovski vendosi që publikisht të flasë dhe të rrëfejë se është një shqiptar, kush janë ata që po e kërcënojnë, sipas tij kujt po i pengon paraqitja e shpeshtë e ortodoksëve në Maqedoni, kur po thonë se janë shqiptar, do tentojmë t'i japim përgjigje gjitha këtyre pyetje dhe realisht këto pyetje na bën që Infomagazinën sot ta realizojmë në Shkup. Qëndroni edhe më tutje me ne, na presim përgjigjet e profesor doktor Branko Sinadinovski, këtij promovues vlerave të shqiptarëve ortodoks të Maqedonisë. Jas zboruam po mallku albansk, me juta. Unë flas shumë pak shqip. Mund të lexoj pak më mirë. Nuk e flas shqipen për shkak se kam qenë jashtë vendit për një periudhë 40 vjeçare. Kryesisht në përbotën arabe. Gjua është një materie e gjallë. Nëse nuk kontaktoni me njerëz që e flasin atë gjuhë, edhe nëse e dini gjuhën, pas kalimit të kohës do ta harroni atë. Dela, iako je točno ona što Aristotel goveli deka sekoj čovek. Nëse është e vërtetë ajo çfarë thot Aristoteli se njeriu është ajo çfarë është vepra e tij, atëherë nuk mund të jem asgjë tjetër përpos një shqiptar. Unë jam shqiptar ortodoks, por tek ne shqiptarët feja nuk është më e rëndësishmja. Ne jemi edhe katolik, edhe musliman, edhe ortodoks, por më e rëndësi është se të gjithë jemi shqiptar. Pa Skenderbeg za mene kako naučnik i kako čovek. Skënderbeu për mua si shkencëtar, por edhe si njeri, gjithnjë ka paraqitur diçka të madhe. Edhe ai ka qenë ortodoks sikur unë, me veprën e tij të cilën e ka, ai vazhdon të jetojë.
Ai nuk është vetëm pjesë e historisë moderne shqiptare, por edhe ndërkombëtare. Në 5 apo 6 shekujt e fundit nuk ka pasur asnjë personalitet të tillë. Ličnost. Со своето дело асимилацијата ја вршеле други, ја вршела политиката. Asimilimin e bëri politika. Ne shqiptarët kemi qenë të detyruar në një asimilim të hatashëm. Në rreth të epërme, kjo ka ndodhur për disa shekuj. Një okupator shkon dhe tjetri vjen. Këtë kanë bërë turqit, serbët, bullgarët dhe normanët. Pas krijimit të Jugosllavisë, këtë bën edhe maqedonasit, sidomos ndaj shqiptarëve ortodoks. Asimilira i pretvori vona što тоа не. Мојот татко ми кажуваше неговите другари дома. Babai im, profesori universitar Jakim Sinadinovski, më thoshte se miqtë e tij të Rekës gjithnjë kanë folur në shtëpi gjuhën shqipe, sepse ajo ka qenë gjuha e tyre amtare. Македонскиот јазик, значи стравот бил толку Por në punë nuk kanë guxuar ta bëjnë një gjë të tillë. Sot situata është shumë më ndryshe. Kjo ka ndryshuar sidomos pas 2001-shit, kur fantazma doli nga llamba e Aladinit. Kjo do të thotë se edhe shpirti i ortodoksisë shqiptare doli në sipërfaqe. Slobodno da kažem дека ја отвори таа Аладинова лампа. Profesor Branko Sinadinovski, faleminderit shumë që pranuat të intervistoheni në edicionin e sotëm të Info Magazinës. Pyetja e parë ishte kështu: përse pas shumë vitesh vendosët të deklaroheni si shqiptar? Cila është arsyeja për një gjë të tillë? Не после многу години. Јас отсекогаш сум бил албанец и така сум се чувствувал. Nuk është kjo e vjetëve të fundit. Unë gjithmonë jam djerë dhe kam qenë shqiptar. Kjo sepse përkatësia kombëtare sipas të gjitha kushtetutave në botë është ndjenjë intime dhe as unë nuk kam pas nevojë që ta manifestoj publikisht. Потреба тоа јавно да го манифестирам. Për herë të parë në një libër timin kushtuar Josif Bagherit para 4-5 vjetësh, u hetua dhe publikisht se përkatësia dhe prejardhja ime, e babait dhe gjyshës time dhe paraardhësve të mi të afërt e më të largët është shqiptare dhe se jemi shqiptar ortodoks. Родни ми, татко ми, баба ми je albansko. Profesor, prej nga e keni prejardhjen? Potekllo je od Beličica. To je od Gorna Reka. Me prejardhje dhe vetjem nga Beliqica e Rekës së epërme. Ndryshe, vëllai i gjyshës time, Pavli, ishte shumë i respektuar nga krishterët. Albancite bil kmet. A toga da se bide kmet. Ai ishte kmet, që atëherë kjo ishte punë e madhe dhe e respektueshme, sidomos te shqiptarët. Si e thash, quhej Pavle dhe pasi që në Kiqinic nuk kishte shkolle, në Beliqic kishte, te ai ka jetuar dhe ka mësuar në shkollë fillore edhe xhaxha im Brankoja që tashmë jeton në Amerikë. Beliqica postojelo školo i mojo čičko Branko živeo. Profesor Sinadinovski, si është e mundur të thoni se jeni shqiptar kur ju nuk flisni shqip? Pa možno je, ne je тоа samo primer so mene i brojni Albanci. Është e mundshme dhe nuk jam vetëm unë, por ka edhe shumë shqiptarë që janë të rëndësishëm në historinë bashkëkohore shqiptare, e që nuk dinin shqip apo që nuk folin mirë shqip. Nego znaele Vopshto ili pak. Konkretisht, për veten time do të them se krejt rrethanat e 45 vjetëve të fundit ndikuan dhe nuk munda të kontaktoj me motrat dhe vëllezërit e mi shqiptar që jetonin jashtë vendit. Dhe për këtë, kjo është arsyeja themelore. I ri u largova dhe u ktheva vetëm pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Da kontaktiram so mojite braće i sestri Albanci zato što žive vo stranstvo, pretežno vo arapskiot svet. Profesor, cila është historia e familjes tuaj në pak fjali? Ku gjendet Reka dhe si qëndron kjo çështje? Reka, odsekuash, Gorna Reka, odsekuash bila jadroto na... Reka e epërme gjithmonë ishte bërtha me shqiptarëve ortodoks dhe jo vetëm tash, me sheku ishte e tillë. Zatën, ata si dhe gjithë shqiptarët ortodoks janë plotësisht shqiptarë dhe janë pasardhës të drejt për drejt të ilirëve. Potomci na Ilirite, toa se qisti. Edhe ju e dini se shqiptarët deri te islamizimi i tyre, jo vetëm në Rekë, por gjithkund ishin të përkatësisë fetare ortodokse dhe pastaj pranuan besimin katolik dhe atë islam.
bile pravoslavni. Poslije toga ja primat etnik katoličkata. Për ndryshe po e përsëris edhe njerë, bërthama ishte reka, por nga kjo trev, shumica populacës për shkaqe objektive janë shpërngullur dhe shumica shqiptarëve ortodoks të kësaj ane jetojnë tash në për të gjithë Maqedoninë, në lindje, në perëndim dhe në jug të saj. Ndoshta më së shumti ka në Shkup, por ka që jetojnë edhe në qytete tjera të Republikës së Maqedonisë. Cela Makedonija, od istok do zapad i od sever do jug. Može bi najmnogo gima vo Skopje, međutim gima i vo drugite gradovi na Republika Makedonija. A ke qenë ju dhe familja juaj objekti një asimilimi, si ka ndodhur kjo? Ako sam bil predmet na asimilacija, sigurno... A kam qenë objekt asimilimi? Them se po, se është bërë presioni caktuar. Është ndjekur dhe baba im që kishte edhe një dosje të madhe policore, pavarësisht se ishte profesor universitar. Janë ndjekur nga policia dhe më shumë njerëz të mi të afërm e pak më të largë. Profesor, vërs nekoj podaleshni pobliski rodnini. Është fakt se gjithë shqiptarët ortodoks të Rekës e të gjithë Republikës së Maqedonisë së tashme të kohës kur ishte pjesë e Turqisë Otomane, janë nështruar fillimisht dukurisë së asimilimit të fuqishëm që në kohën e Turqisë Otomane e të Serbisë, pastaj nga bullgarët dhe normanët. Kako sostaven del od Otomanskata imperija. Megjithatë, shqiptarët ortodoks të kësaj ane janë fenomen botror, se përkundër asimilimit të madhe të fuqishëm, kanë arritur që ta ruajnë gjuhën e tyre amtare. Međutim, pravoslavnit Albanci, novije prostori se svetski fenomen. Kur flasim për identitetin e shqiptarëve ortodoks në Maqedoni, a janë shumë ata? Jedna studija je pravena ušte vo početokot na 20. vek. Ka një studim që është punuar dhe është shpallur në fillim të shekullit të 20, të cilin e kam botuar dhe unë në librin tim që e kam prezentuar. Dhe nëse në Rekën e epërme të atëhershme që ishte bërthama jetonin 8 deri në 10.000 shqiptarë ortodoks, ndërsa tani pasi regjistrimi i popullsisë nuk bëhet më sipas përkatësisë fetare, sipas një vlerësimi tim të lirë që e kam dhënë dhe duke pas përbazë edhe faktin se te ne shqiptarë shkolla natalitetit është e lartë, mund të them se në gjithë Maqedoninë tashmë ka rreth 70.000 apo 75.000 shqiptarë ortodoks. Por sigurisht se kjo shifër nuk duhet të merret si një fakt i kryer, se numri i tyre do të dihet vetëm atëherë kur do të bëhet regjistrimi i popullsisë dhe sipas përkatësisë së tyre fetare. Međutim, i ta cifra ne treba da se zema. Fakti se në promovimin e librit tim për shqiptarët ortodoks të Republikës së Maqedonisë në Hotel Alexander Palace, kur u promovua dhe libri bashkëshortës time për rilindësit shqiptar që është gjithashtu profesoresh, morën pjesë më shumë se 120 shqiptar ortodoks, shumica të rinj gjithashtu flet shumë dhe dëshmon se edhe nëse dikush përpiqet që t'i asimilon, nuk mundet më ta bën këtë, sepse kur të rinjt nisin të flasin, fryma nga llamba e Aladinit ka dalë dhe atë nuk mundet askush më ta kthen prapa. Benici ta e profesor. Të kthehemi pak te familja juaj, zoti Sinadinovski. Si keni folur ju në shtëpi? Majka mi ne beshe albanka. Nëna ime nuk ishte shqiptare, por babai dhe gjyshja ime parashqevia, me sa mbaj mend unë, flisnin me zveti pastër shqip. Moja ta majka, so moja ta baba Paraskeva, zboruashe na tečen albanski jazik, koliko jaz. Gjithashtu, mbaj mend si fëmijë kur ajo më thërriste gjithmonë djali i dadës, që unë dhe nuk e merrsha vesh se çdo të thoshte kjo, por më vonë kuptova se më lëdhatonte dhe me këtë më shprehte krejt dashurinë e saj. Ndryshe, babain tim që ishte mësues, profesor në shkollën normale të Shkupit dhe profesor universitar e shkencëtar, e respektonin të gjithë shqiptarët që vinin shumë shpesh te ne dhe këshilloheshin me të. E ai, me sa mundej, u ndihmonte bashkombëzëve të vet shqiptarë, se i till ishte. Za sovet, za pomosh, to i beshe takov čovek. Më kujtohet dhe tash se si rinin vonë dhe ngriteshin në mëngjes, shpërndanin me zveti dhe ndiznin cigare, pinin çaj dhe folnin për historinë shqiptare. Se sećam mi sega kako se sedeshe do kasno. Kur jemi tek familja juaj sfundmi, është realizuar një intervistë televizive me protagonistën motrën tuaj. Në fakt ajo deklaron se ju fare nuk jeni shqiptar, ju jeni maqedonas sipas saj dhe jeni një mashtrues. Përse e thot ajo një gjë të tillë? A janë të vërteta deklarimet e saj? Ne ta zboruash isključivo deka jas ne sum albanec. Jo, ajo kryesisht ka folur për atë se unë nuk qenë kam shqiptar dhe kjo është qesharake, se ajo nuk mund të futet të shpirti im, të ndjenjat e mia personale. Por ajo e di shumë mirë se babai dhe gjyshja ime ishin plotësisht shqiptar dhe gjithmonë folnin shqip me zveti, vetëm shqip. Baba mi
bile čistokrvni Albanci izboruvali albanski jezik. Duke shumë qartë se krejt kjo është një konstrukt me një skenar të para përgatitur për të mënjollosur në një plan sa më të gjerë. Mirëpo, kjo nuk pati sukses sepse ata që e përgatitën këtë skenar gabuan duke përgjedhur personin e gabuar. Ako je možno na najširok plan, međutim to ne uspea zato što... Ajo që prezantohej si motra ime që moti nuk është më e tillë, sepse ajo është dënuar për më shumë vepra penale, ka një dosje të trash penale, ka rrahur bile dhe nënën time, cila ka lënë testament me të cilin e ka hequr nga trashëgëmia. Je pravosilno osudena so poveke krivični presudi. Krejt ai testament nuk ka qenë i shkruar në makinë shkrimi, por veç me dorën e saj. Nga ajo pati hequr dorë dhe nëna ime, njësoj kam vepruar dhe unë, që nuk e njoh më si motër timën dhe që është më edhe imshmja, ajo që mundohej ta mbronte babain tim se nuk qenë ka shqiptar përmes gjykatës Toshanova të gjykatës së parë të Shkupit. Ishte përpjekur që babain tim, që kishte ca probleme shëndetësore, ta shpalte të paaf bile dhe pas një viti të vdekjes së tij. So mashina tuku soraka na moja ta. Si ndihen pjesëtarët tjerë të familjes tuaj? A keni motra dhe vëllezër, zoti Sinadinovski? Braća nemam, sestri nemam. Najblizog rod mi je čičko të moj Branko Manojlovski. Vlezër dhe motra nuk kam. Kam të afërmin tim të vetëm xhaxhain tim Branko Manojlovskin, të cilin e njohin të gjithë, por dhe ai kishte problem me familjen e tij kur tha se ishte shqiptar ortodoks, por si thot populli, çudia më e madhe 3 ditë gjatë. Je, to i be i pokreto ashtu ja. Pavarësisht se as nga ai nuk më duhej të reagonte, sepse për mua flasin dhe librat e mi, se unë jam shqiptar ortodoks, megjithatë ai pasi dëgjoi këto marrëzi që i thoshte ajo që paraqitej si motra ime, e bëri dhe u paraqit edhe nga Amerika me një shkrim të cilin e botoi në Facebook, e ku thoshte se ai nuk mund të jetë tjetër pos një shqiptar ortodoks, siç them dhe unë, se ai nuk mund të jetë askush tjetër pos një që është xhaxhai im. Jaz ne možem da bidam ništa drugo sem pravoslaven Albanec. A ka qenë kundër paraqitjes tuaj publike vetëm një sistem politik, nëse mund të quaj, vetëm motra juaj e cila publikisht ka dalë në deklarime dhe me akuza të ashpra kundër jush, apo dhe kisha ortodokse këtu në Maqedoni? Pa najglasen beše što jas i ne očekuvav, najglasna beše Makedonskata pravoslavna crkva. Më e zëshmja që nuk e prisja ishte kisha ortodokse maqedonase. Unë u sulmova me një fjalor që nuk i ka hije, sidomos njerëzve antar të sinodit të shenjtë të kishës ortodokse maqedonase, se jam shovinist, se jam nacionalist, se dëshiroj të asimiloj popullin Maqedonas me këtë që po prezantohem si shqiptar ortodoks. Sikur të thoshte gjithë këto ndonjë politikan, ndoshta edhe do ta kuptoja, por asnjë politikan serioz nuk i thot ato gjëra. Megjithatë, nuk po mund ta kuptoj se pse ata janë friksuar aq shumë dhe aq shumë po friksohen kur ne nuk po ekzistua kam si shqiptar ortodoks. Jedan seriozen političar to Ata tash, kur kisha ortodokse shqiptare po na ofrohet për mbajtje të liturgjisë në gjuhën shqipe, po vazhdojnë si më parë ta minimizojnë ndërsa vetëm mua po më sulmojnë. Kako pravoslavni Albanci atije samite. Krejt kjo është kundërthënëse, sepse ne ekzistojmë dhe do të jemi edhe më shumë në të ardhmen, bile shumë më tepër se ajo shifra prej 75.000 që e thash më herët. Te crkvi zošto se plashat. Profesor, ju keni qenë të sulmuar për këtë çështje edhe fizikisht apo jo? Za žal fizički bev napadnat, mnogu bev... Fatkeqësisht po, jam sulmuar fizikisht. Isha nga pak naiv, nuk ma ka marrë mendja se dikush të më sulmon fizikisht, por një natë rreth orës 8 a 8:01 qerek, dikush i ra zilës së derës, kinse për të kërkuar ndonjë ndihmë dhe kur e hapa derën, më shtym fuqishëm dhe rashe u rrëzova. Koja pomoć. Međutim, ako ga ja podotvorit vratata, mblodha forcën e u ngrita për ta mbyllur derën, por më ran fuqishëm të gjunjë, ku edhe më tutje po i ndjej dhëmbje të madhe. I da je zatvoram vratata, međutim, pritom mi beja zadadeni silni udari. Këta njerëz edhe më tutje nuk po më lënë të qetë, po e shkruajnë në derën time shqiptar. I sega čustvuam bolovi. Tije luge ne me ostavija. E kanë shkruar një letër me fjalë tejet fyese dhe me alfabet latin, të cilin ja tregova dhe policëve që erdhën. E kur thuaj, edhe ajo se mua dhe familjarët e mi do të na therrin. A friksoheni zoti Sinadinovski? Jas bi bil neiskren ako ne bi kažal deka... Unë për vetën time që gjatë jetës time kam parë shumë gjëra, nuk friksohem, por e objektivisht po friksohem për familjarët e mi, për vajzën time sidomos, që e dua shumë, për bashkëshortën time të shkëlqyeshme, që gjithashtu e dua shumë, e të cilat janë të vetmet që fuqishëm më mbështesin në krejt këtë punë. Isto taka, mnogo mi značati koji mi se jedinstvenata
i to asilna podrška. A ju ka ofruar dikush ndihmë si kanë vepruar në këtë situatë organet shtetërore? Nikakva pomoć, policijata беше izvestena, međutim ne mi беше ponudena. Nuk mu ka ofruar kur farë ndihme, pavarësisht se policia është njoftuar për këto raste. Se a kanë ndërmarrë diçka si polici, këtë nuk e di dhe nuk mund të them asnjë gjë. Por ata veç kanë ardhur të shtëpia ime, kanë marrë deklarat për me dhe u kam treguar se çfarë ka ndodhur, dhe më askush prej tyre nuk më ka thënë asnjë gjë. Profesor, edhe në bazë kësaj situate do të vazhdoni të promovoni vlerat e shqiptarëve ortodoks të Maqedonisë? Ne može niko da me zaplaši da se otkažem od ona što sum. Askush nuk mund mua të më friksoj dhe të më detyroj që të heq dorë nga ajo që jam shqiptar, që jam pjesë e kombit të madh shqiptar, që ka historinë më të begatshme në këto troje të Ballkanit, duke filluar që nga Pellazgët dhe Ilirët, Skënderbeu, Hasan Prishtina dhe Boletini e të tjerë. Bolemiot Skënderbek, Hasan Prishtina, Boletini, i takanata mu jas. Unë krejt këto që i kam thënë do t'i vazhdoj edhe më tutje. I mbaj krejt këto qëndrime. I vetëdijshëm se krejt kjo është me rëndësi, jo vetëm për popullin tim shqiptar, por edhe për maqedonasit, sepse ne nuk kemi probleme me popullin maqedonas. Kemi probleme me disa struktura me tru të cimentuar, që nuk mund ta kuptojnë se sa më shumë të jetë një shoqëri multikulturore dhe më multikonfesionale, aq më e begatshme do të jetë. Strukturi koji ne može da shvatat, su nekoji cementirani mozgovi koji ne može da shvatat. Çështja se si dikush deklarohet, a se çka është, kjo është e garantuar edhe me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Një gjë dëshiroj ta theksoj, se çështja kishës ortodokse maqedonase, bile sipas Kushtetutës, është ndarë nga shteti dhe ajo ka dhe duhet të ketë status të njëjtë me bashkitë e tjera fetare. Dhe mu për këtë, ata nuk janë të autorizuar të më thonë mua se kush apo çfarë jam, ose ku apo në cilin kish duhet të shkoj, sepse për krejt këto punë, unë vendosi dhe do të vendos vetë për vetveten time. I religiozni zajednici. E si vendoset ju, zoti Sinadinovski, këto ditë kuptova se ju keni ndërmarrë një iniciativë për themelimin e kishës ortodokse shqiptare në Maqedonia, është e vërtet një gjë e tillë? Ako to nam nigo dozvolува. Nëse kjo lejohet me ligjet e Maqedonisë, ne këtë dhe do ta bëjmë. Ne jemi qytetar lojal të këtij vendi dhe nuk do të bëjmë asnjë gjë që nuk lejohet me ligj. Nema ništa da pravime što je nadvor od zakonite. Nuk do të bëjmë asgjë që do të shërbente të tjerëve, thonë se po duan të na shkatrojnë shtetin. Por ata po harrojnë se ky është shteti ynë i përbashkët, se për të nuk kanë derdhur gjak vetëm maqedonasit, kanë derdhur shumë gjak edhe shumë shqiptar, kanë harruar se sekretari i përgjithshëm i Republikës së Krushevës ishte një shqiptar ortodoks, i cili quhej Gjorgji Çaçe. Kanë harruar gjithashtu se 2 anëtar të kuvendit të Asnomit ishin shqiptar. Kanë harruar se edhe Partia Komuniste u ishte drejtuar shqiptarëve me proklamata drejtuar të ashtu quajturve Arnaut, që t'i bashkangjiteshin asaj për të çliruar nga forcat pushtuese fashiste. Дека 20 členovi na sobranijeto nasnom bea Albanci. Për këtë, sa është i lindeni i Maqedonasve, po aq dhe ndoshta edhe më shumë është i shqiptarëve. Sa është asnomi i Maqedonasve, po aq dhe ndoshta edhe më shumë është i shqiptarëve. E thash dhe më parë se ky vend dhe ky shtet i ynë është i përbashkët. Ndajmë bashkërisht krejt këtë ajër dhe këtë qiell dhe duhet të jetojmë së bashku. Se asnjëherë historikisht nuk kemi patur problem me zveti dhe këto probleme po i krijojnë vetëm disa kokënxehur që nuk kanë punë tjetër pos krijimit të problemeve. Por dhe ata këtë betejë që më parë kanë të humbur. Je makedonski, može bi tolku, a i poveke. A janë këto probleme vetëm gjatë këtyre 20 viteve sa Maqedonia është shteti pavarur, apo këto probleme kanë tanguar, nëse mund të quaj shqiptarët ortodoks, edhe gjatë periudhës të sistemit kaluar të ish Jugosllavisë? O tije problemi postoje to cekogaš. Da bea ostvareni asnomskite. Këto probleme kanë ekzistuar gjithmonë, sikur të realizoheshin qëndrimet programore të Asnomit, ku ishte paramenduar Maqedonia si shteti i përbashkët i maqedonasve dhe shqiptarëve të tjerëve që jetonin në të dhe sikur të realizoheshin synimet e Ilindenit, sigurisht që nuk do të zhvillohej ai procesi asimilimit të fuqishëm të shqiptarëve, jo vetëm ortodoksëve, por dhe të tjerëve që tash do të ishim rreth 1 milion dhe që nuk jam i sigurt se sa jemi, pasi që nga viti 2002 e deri tash nuk kemi pas regjistrim të popullsisë. Samo na pravoslavните, tuku i na drugите Albanci koji sigurno danes gima. Megjithatë, është fakt dhe ka shembuj të shumtë se është zhvilluar një asimilim i tmerrshëm jo vetëm i kohës së pushtimit 5 shekullor të perandorisë së Turqisë, por edhe të Serbisë dhe në kohën e RSFJ-s, që jo rastësisht u shkatrua dhe që duhej shkatruar, por jo për fajin tonë. Na 5-vekovnata turska
imperia. Tukui vo vremena taka narecenata. Cili ka qenë qëndrimi juaj në të kaluarën për shqiptarët? Po them cili ka qenë qëndrimi gjatë viteve 70 dhe 80? Od sekogash. Јас, впрочем, зборуваат мои техники. Мојата основна преокупација, 39 книги имам напишано, била... Qëndrime të këtilla kam patur gjithmonë dhe për këtë flasin dhe ato 39 librat e mi, ku themelorja ka qenë respektimi të drejtave themelore të njeriut të popujt e pushtuar. Kam botuar libra për palestinezët, për kurdët dhe armenet, e tash edhe për shqiptarët ortodoks. Православните Albanci i taka natamo. Тоа само потврдува дека од секогаш. Kretë kjo dëshmon se i kam mbështetur popujt e pushtuar dhe kam bërë ashtu siç ka bërë i madhi Skënderbej, por edhe Hasan Prishtina shumë kolos të tjerë. Ashtu si ka bërë dhe bashkëvendësimi i madh nga Nistrova, Josif Bageri, i cili që në vitin e largët 1910 në Sofje bashkë me mërgatën e madhe shqiptare kërkojnë nga pushteti bullgar që të formohet kisha ortodokse shqiptare, por kjo nuk ju lejua. Bageri koji уште во 1910 година so golemata albanska. Se si do të shkoj kjo punë, asun nuk e di, se nuk jam profet, por e ardhmja do ta dëshmoj. Por kjo nuk është arsye që të ndajemi dhe të friksohemi. Ju keni patur edhe një karrierë politike, ju jeni edhe themelues i subjektit politik ВМРО ДПМНЕ. Точно, може би тоа и најмногу ги боли. Јас сум од... Po, e vërtet është dhe si duket krejt kjo dikuj po i dhem dhe më së shumti, isha njëri ndër njerëzit kyç që kam bërë programin politik për Maqedoninë më vetësishme dhe të pavarur. Për këtë punë, kam botuar dhe libër dhe ta shpres që goditjet do të nisin nga kjo pikpamje, pasi nuk arritën me këtë deri tashmë dhe do të thonë se ai e falsifikoi dhe historinë. Ne uspea në ovoj plan, që kažat, pa toj ja falsifikoi. Por unë nuk flas për vetveten. Për mua flasin ata që e dinë se unë isha që e kreva punën më të madhe ideopolitike për planin dhe programin e Maqedonisë së pavarur. Nëse përpiqen dhe në këtë fushë, betejën edhe në të do ta kenë të humbur që më parë. Програмата за самостојна и независна Македонија. Ако се обидат и тоа да го направат и таму битката однапред им е изгубена. Por ju keni qenë pjesë aktive dhe e këtij subjekti politika distancoheni për veprimtarinë tuaj në këtë parti? Da, sum bil. Po kam qenë. Nuk distancohem nga kaluara ime asnjëherë se kjo do të ishte e tmerrshme. Јас од своето минато не се откажувам. Profesor, ata nuk kam patur një qëndrim shumë miqësor ndaj shqiptarëve. Pa imalo fluktuacija, međutim ja sekogаш sum bil. Ka qenë nga pak me fluktime, por unë gjithmonë dhe normalisht se kam qenë me njerëzit e mi, me popullin tim. Por edhe në atë VMRO kishte njerëz me kulturë që nuk kishin asgjë kundër shqiptarëve. Razbrani koji nemale ništa protiv Albancite. Shikoni, ata që janë kundër dikujt nuk e duan as popullin e vet, ndërsa ata që e duan popullin e vet i respektojnë dhe të tjerat. Problemot. Profesor, më thoni pak për Rekën, më shpjegoni se cila ka qenë situata atje, si është zhvilluar popullsia në këtë zonë? Pa тоа se во главном печалбари. Тоа се kryesisht janë gurbetçar, njerëz të qetë janë, që në të shumtën në kohra më të largëta kanë shkuar për të punuar në Stamboll në Sofje, siç kishte shkuar për të punuar dhe Josip Bageri në Bukuresht dhe në më shumë qytete të vendeve fqinje prengasollën kulturë, dituri dhe njohuri të reja. Vo Sofia, kako što bil Josip Bageri, ishin të emancipuar dhe përkundër ndërhyrjeve të fuqishme asimiluese e pushtuese të perandorisë turke, të Serbisë dhe bullgarëve normanëve, mbetën shqiptar ortodoks. Значи тоа биле еманципирани луѓе. Teško bilo njih, nezavisno na presijata koja vlasta. Tash atje po ndodh një lloj rilindje edhe për këtë më së shumti ndikoi krejt ajo që ndodhi në vitin 2001. Ndikuan ngjarjet që ndodhen dhe me të cilat dhe shekujt u tejkaluan. Deri atëherë të gjithë ata atje janë të trajtuar si njerëz jo të rendit të dytë, por dhe si të rendit të tretë të katërt. Por tashti shqiptarët po bëhen gjithnjë më të barabartë. Cili ndikim e ka patur lufta e vitit 2001 në kontekstin e mirëqenies, nëse mund të quhet shqiptarëve ortodoks të Maqedonisë? Mnogo pozitivno. Pozitivno pa na osvestuvanjeto, na ohrabruvanjeto. Kishte ndikim shumë të madh pozitiv, ndikoi te vetëdijësimi dhe dhënia e guximit që ta thonë atë që janë.
U çliruan nga frika dhe presioni që e kishin më parë se do të largoheshin nga puna vetëm se do të thonin që janë shqiptar ortodoks. Nga frika se fëmijët do të mbeten pa punë e pa shkollë dhe tash ata janë bërë të guximshëm. Gjë të cilën e dëshmon dhe fakti se në promovimin e librit tim morën pjesë më shumë se 120 shqiptar të rinj ortodoks, të rinj si që edhe ti e të cilët flisnin shqip. За православните албанци во Република Македонија присуствува преку 120. Ky proces nuk ka kthim prapa dhe unë në mënyrë figurative them se tashmë kjo frym doli nga llamba e Aladinit dhe kthim prapa nuk ka. E ky është progresi të cilin e solli viti 2001, që do të jetë temë vlerësimesh edhe për brezat e ardhshëm. Православните албанци во Република Македонија излезе од Аладиновата лампа. Zatën, sipas vlerësimeve të mia, shqiptar ortodoks nuk ka vetëm në Maqedoni, ka edhe në Kosovë, në Serbi, në Rumani e Bullgari, në Greqi ku janë arvanitasit. Unë është dashur që të kem një takim dhe me Pangallosin që është arvanitas, por takimi nuk u mbajt për shkaqe shëndetësore të tij, se dhe ai është në moshë. Po në Kosovë kush janë ata shqiptarë ortodoks? Ku gjenden ata? Isto i na Kosovo. Po, dhe në Kosovë ka. Православните албанци. Janë në mesin e goranëve dhe do të vjenën dhe koha kur edhe ata këtë do ta thonë. Ka shqiptar ortodoks në Rusi dhe në Ukrainë, ku kam qenë dhe unë. Кога тие тоа ќе го кажа. Sipas vlerësimeve, se nuk ka regjistrime dhe të dhëna statistikore, jashtë 2 shteteve të njohura ndërkombëtarisht, Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë, jetojnë rreth 2 milion shqiptar ortodoks, pavarësisht shqiptarëve të Maqedonisë që janë këtu rreth 1 milion. Од двете меѓународно признати држави Република Косово и Република Албанија. Profesor, si ju ka pritur popullata shumicë nëse mund të quaj kështu e shqiptarëve të Maqedonisë? Dhe nuk po e them vetëm të shqiptarëve të Maqedonisë, si ju kanë pritur edhe ata në Kosovë, në Shqipëri. Ja vi velам, trebаше да присуствувате на промоцијата. Është dashur që të merrni pjesë në promovim, se ajo nuk ishte vetëm një promovim libri. Nuk është mirë që unë si autor të flas, por pa modesti do ta them se krejt ajo ishte si një akt historik. Преполна сала, можеби 500 или 600 луѓе. Salla ishte përplot. Ishin më shumë se 5 a 600 veta dhe krejt fjala ime që mbajta për shqiptarët ortodoks ndërpritej çdo 10 minuta nga shumë aplaudime. Bukvalno na sekoj 10. Krejt kjo ngjarje ndodhi në ditën tonë më të rëndësishme kombëtare, më 28 nëntor në ditën e flamurit, që është edhe dita e pavarësisë, kur Ismail Qemali e ngriti flamurin e pavarësimit të Republikës së Shqipërisë. Ноември или денот кој се слави во Република Албанија. Cilët janë ata shqiptarë ortodoks të Maqedonisë të tjerë? Ju thoni se ata janë shumë, janë edhe në për institucione, në për qeveri. Cilët janë ata, profesor? Ги има многу, меѓутоа не скромно е јас тоа да го кажам. Ka shumë të tillë, por nuk është mirë që unë të flas për ta, sepse nuk e di që në çfarë presioni janë ata dhe si do të reagojnë. Por ka në të gjitha nivelet e strukturave shoqërore dhe shtetërore, duke filluar nga Akademia e Shkencave, universiteti dhe gjithë strukturat shoqërore, por le t'i lëm ata që vetë të veprojnë siç veprova dhe unë, që mora guximin dhe thasha që duhej thënë. Да им препуштиме самите тие, ако јас не Por dhe unë tash po u bëj thirrje që të mos friksohen, se nuk kam pse që të friksohen, sepse krejt ajo do të ndikojnë në stabilizimin e Maqedonisë, sepse nga raportet maqedono-shqiptare do të varet jo vetëm paqja, por dhe zhvillimi ekonomik, siguria dhe ardhmja e shtetit tonë të përbashkët. Maqedonia mund të ekzistojë vetëm si shtet multinacional dhe multikonfesional e multikulturor. Економијата и безбедноста и иднината на ова наша заедничка држава. Македонија може да постои само како заедничка multinacionalna i multikulturna država. Po si mos të friksohen ata kur ju keni qenë të sulmuar edhe në shtëpinë tuaj, si dalin ata të flasin, kur në secilin moment mund të sulmohen? Се има цена во животот. Багери Këtë jetë tonën, gjithçka ka çmimin e saj. Për bagerën asot e kësaj dite nuk e dim se ku i pushoi neshtrat të ndjeri. Nuk e dim se si përfundoi jeta e tij në Prishtinë, ku më 1915 duhej të takohej me Hasan Prishtina, ndërsa u zhduk përgjithmonë në mënyrë të jetë të mistershme. И ден денеска му ги не сакаме да ги вратиме. Shoqata që mban emrin e tij, të bagerit, po përpiqet për gjetjen e varrit dhe kthimin e eshtrave të tij në vendlinjë. Јас сум оптимист. Unë do t'ua them edhe këtë se jam optimist se progresin që mbështetet vetëm tek 5% i njerëzve të mençur e të guximshëm të botës nuk mund ta ndalë asnjë forcë retrograde. Kjo nuk ka mundur të ndodhë as në Amerikë, e as në Rusi, dhe aq më pak mund të ndodhë në Maqedoni.
kako što se Sojedinjetit Amerikanski državi. Ekzistimi i këtij shteti të përbashkët do të thosha vëllazëror, shqiptaro-maqedonas të Maqedonisë, është në të mirë të popullit shqiptar dhe të popullit Maqedonas. Dhe mu për këtë, nuk shoh ndonjë arsye që të friksohet nga kjo kisha ortodokse maqedonase, se ne nuk po bëjmë ndonjë punë të keqe. Nuk kemi marrë pushkët në duar, vetëm po botojmë libra dhe po përpiqemi që të demistifikojmë rënat që janë përhapur për punën e shqiptarëve ortodoks të Maqedonisë. Da stravува Македонската православна църква. Ние ne pravime. Dhe ta them edhe këtë, se satisfaksionin më të madhe kemi përfituar mu nga kisha ortodokse maqedonase, që thonë tashmë se liturgjit mund t'i mbajnë dhe në gjuhën tonë, por si thonë ata, në kishat e tyre. Këto janë deklaratat e tyre, edhe nga kreu i komit dhe nga një antar i sinodit që më kishte sulmuar ashpër më parë mua si fashist e si nacionalist. Mirë po unë për krejt këtë po ala që vetë të gjykojnë shikuesit e televizionit tuaj, motrave dhe vlezërve të mi në Kosovë. Pasi ta shikojnë këtë bashkë bisedim tonin dhe të shojnë nëse ka shovinizëm, nacionalizëm dhe përpjekje asimilimi në këto qëndrime të mijat, si dhe në 4 librat që i kemi botuar për këto çështje të shqiptarëve ortodoks në Maqedoni të rilindësve shqiptar. A është interesuar dikush për ju nga kisha ortodokse shqiptare, profesor? Pa jas dobив покана i verojatno mnogo brgo ќе заминам за Соединетите Америки. Kam marrë ftesë dhe besoj shumë shpejt do të shkoj në SBA si mysafir i kishës ortodokse në Chicago, ku ekziston kisha ortodokse shqiptare siç ekziston edhe në Kalabri, ku jetojnë më shumë se 250.000 shqiptarë ortodoks dhe shpresoj se shumë shpejt do ta vizitoj edhe Kalabrin. Ky proces tashmë ka filluar dhe atë do ta shohim përpara bashkë me xhaxhain tim Branko Manojlovski, me të cilin bashkërisht e nisëm, ndërsa krejt kjo nisi më herët me dorëshkrimet që i shkroi babai im dhe të cilat janë botuar te librat e mia. Kalabria da je posjetam ovaj proces ko što je započnat. Cilët janë ato dorëshkrime, a mund na shpalosni disa? Da, gu imame Po i kemi në libra dhe ka dërshime edhe të vitit 1951, kur duke i parë gjithë ato që pëndodhin, e pa t'i thënë dhe një mendim të jetë gjenial se që të jesh shqiptar në Republikën e Maqedonisë, do të luftosh për gjithmonë, por jo me armë, vetëm me forcën e fjalës dhe të argumenteve për të dëshmuar se në Maqedoni ekzistojnë dhe jetojnë jo vetëm shqiptarët ortodoks, por dhe shqiptarë të shumë të tjerë të shtypur nga regjimi. Po da se postojano. Edhe ju duhet të pajtoheni se sa shumë e vështirë, por dhe e guximshme ka qenë të thuhet kjo në vitin 1951, kur ende ishte në fuqi pushtetit mërshëm i Aleksandar Rankovicit, dhe unë me këtë mendim gjenial edhe kam nisur dhe kam përmbyllur librin tim kushtuar shqiptarëve ortodoks të Republikës së Maqedonisë. Ne samo pravoslavni Albanci. A shkoni shpesh në fshatin tuaj, vizitoni shpesh Rekën? Su izgradbata na veštačko Mavrovskoj? Fatkeqësisht jo, me ndërtimin e liçenit artificial të Mavrovës, por dhe për shkak të kurbetit dhe gjetjes së rrugës për të siguruar një jetë më të mirë për veten e tyre, shumica e shqiptarëve ortodoks janë shpërngulur nga rajoni i Rekës dhe tashmë janë në të 4 anët e botës, ndërsa në mbar Maqedoninë, siç kam thënë dhe më lart janë rreth 75.000 të tillë. Tamo se samo od zidinite ostanati od. Unë dhe shkoj rrallë herë, po shumë çka kanë mbetur shkret. Kanë mbetur shumë shtëpi të rrafshuara, apo dhe vetëm mure të rënuara. Kanë mbetur shkret edhe shtëpi të gjyshës time parashqevis, të gjyshit dhe të dajës tim Pavle, që ishte atë botë kmet. Vobeličica i Cenet. Pavarësisht se krejt kjo ka ndodhur dhe po ndodh dhe për më shumë arsye objektive, ne shqiptarët ortodoks, gjithë ne shqiptarët tek të cilët bëhen dallime për fe, nuk guxojmë të lejojmë që të shuhet ky margaritar i Ballkanit me ato 23 fshatrat e shqiptarëve ortodoks, ku kanë jetuar bashkërisht dhe me vëllezërit shqiptar të besimit islam, por ku ka patur dhe nga ndonjë vleh e madje dhe slav të vjetër. Dozvolime, to je biser na Ballkanot. Kjo anë qanë dhe kërkon, por dhe do një dorë kujdesi. E të gjithë ne duhet të angazhohemi që ta ringjallim dhe ta ripërtrim Rekën, ta bëjmë që sërish të jetoj. Imalo i vlasi, imalo i nekogashni Sloveni da gi ostavime na zaborav od na vremeto. Mora da se obnovi život tamo. Sa është ruajtur tradita në këto anë? Tradicijata je sačuvana, ja zboruvam ovdeka. Traditën e kanë ruajtur, vetëm t'i shihni ato kostume dhe ato veshje mbathje tradicionale të anës së Rekës. T'i shihni ato vajza të bukura shqiptare ortodokse me ato veshje tradicionale që janë ruajtur për brezat që nga koha i lirëve. Datira ušte od vremeto na starite i liri.
Ekziston aty një traditë e begat tradicionale shqiptare nga e cila duket se dikush dhe po friksohet shumë këtu në Republikën e Maqedonisë. Kur unë e botova librin për Josip Bagerin, ndërmora dhe nismën për themelimin e një çmimi kombëtar që do të mbante dhe emrin e Josip Bageri. Çmim siç i kanë dhe japin dhe të tjerët e që do t'u japë veprimtarëve të dalluar nga Maqedonia. Kjo deri më tash ende nuk është bërë, por nuk do të thotë se nuk do të bëhet. Por dhe me emrat e Kristoforidhi dhe Miloš Gjergj Nikolës, që gjithashtu janë nga Reka, që janë veprimtar tanë të mëdhenj, e që ju kemi bërsh jo vetëm në shqiptarët ortodoks, por gjithkombi shqiptar. Nëse asgjë tjetër, ata meritojnë që bile ndonjë çmim që do ta jepte ky shtet i yni përbashkët shqiptaro-maqedon, ta mbajë dhe emrin e tyre. Si ndjeni shqiptarët që nuk vinë nga Maqedonia më herët, gjatë kësaj interviste ju thatë se etnia çdo herë për herë ka qenë në rend parë për shqiptarët e jo religioni. Çfarë ndjeni për shqiptarët e Kosovës, të Shqipërisë? Ba jaz očekujem sam gi čustvoval kako moji braća. I danes gi čustvujem kako moji braća. Unë i ndjej dhe gjithë shqiptarët i kam vëllezër të mi dhe sinqerisht nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit tim u dëshiroj që të përparojnë. Kosova ende po rrugton në për një periudhë vështirësish, por një dietar antik ka thënë se ajo që fitohet lehtë dhe humbet lehtë. Ndërsa Kosova, motra dhe vëllezërit e mi në Kosovë e dëshmuan se meritojnë që të kenë shtet, dhe këtë askush nuk mund të ua marrë. Kjo punë u bë dhe çështja e kohës do të jetë kur edhe fqinët do të kthelohen dhe do ta njohin edhe ndërkombëtarisht si të tillë shtetin e Kosovës. Država i ne može nikoj da im ja odzeme, bilo koji da se obiduva. Zotën, kjo bile dhe do të jetë më shumë në interes të tyre se sa dhe të Kosovës, se ajo tashmë dhe është e njohur edhe ndërkombëtarisht nga shumë shtete, ndërtohen nga shumë fuqi të mëdha botërore. A keni miq edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri? Imam. Možem da kažem дека еден од најголемите... Kam dhe me këto që po them dua t'i përgënjeshtroj gjithë ata që po më quajnë mashtrues. Se mashtrues nuk mund të jetë ai që shkruan libra, 4 libra emotive kushtuar çështjes kombëtare. Kam një mik të madh, sidomos nga lloshkobarja Ferizaj, Sejt Dreshani, që në shtëpinë time dhe ka jetuar për një kohë të rëndë të regjimit të Serbisë në Kosovë, nga i cili dhe fshije dhe për të cilin personalisht kam garantuar te ambasadori i Gjermanisë për t'i dhënë një pasavam për të shkuar nga Shkupi në Gjermani. Ndryshe, po të mos bëj kjo, po të mos ikte, serbët do t'ua likuidoni. Od najgolemite prijatelji je od Lloshkobare se vika... Të dëshmoj unë se kush jam. Kjo është qesharake, se këtë dëshmojnë vetë librat e mi dhe krejt këto që i kam bërë deri më sot. Shpresoj që të mos më ndodhë ndonjë e keqe dhe së pari shpresoj që të jem shëndosh e mirë dhe pastaj do të shkruaj dhe libra të rinj për popullin e Maqedonisë dhe bile edhe për Xhem Hasën e njohur, që e vran dhe e shpallën armik dhe i cili siç pati thënë dhe babai im, në atë kohë vetë u ishte afruar partizanëve me më shumë se 12.000 veta për ta çliruar vendin, por krejt këtë punë kishte minuar tempoja që e njohin të gjithë. Pobegni od ovdje, inače ke beshe likvidiran. A keni vizituar më herët Prishtinën dhe Tiranën, sa planifikoni ta bëni një gjë të tillë? Sam bil, so zadovoljstvo. Sam bil Kosovo. Kam qenë dhe shkoj me kënaqësi në Kosovë dhe në Shqipëri. Kosova po përparon. Prishtina po shndrohet në një kryeqytet tamam. Shpresoj se shumë shpejt sërish do të shkoj. Edhe kjo intervistë e tashme imja do të ndihmojë në prezantimin e librit tim kushtuar shqiptarëve ortodoks të Maqedonisë, por dhe të librave të tjerë të mi kushtuar çështjes shqiptare, të librit të bashkëshortes time kushtuar rilindësve shqiptar, të cilët shumë shpejt do të prezantohen edhe për publikun tjetër shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kako i knjigata na mojata sopruga koja je isto taka za Për mua si shkencëtar nuk ka satisfakcion më të madh si ai i botimit të librit që është sikur të lind një fëmijë, sidomos kur mirëpritet nga lexuesit dhe publiku, siç u mirëprit dhe libri im më i ri nga vëllezërit e mi shqiptar në Maqedoni. Za mene kako naučnik nema pogolema satisfakcija. Znajte ko që napišete knjiga... Shpresoj se njësoj do të ndodhë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Tiranë e në Prishtinë. E satisfakcion më të madh se ky nuk ka për një shkencëtar që ka botuar më shumë se 30 libra. Za mene je bitno kako je prihvatija mojite braća Albanci. Profesor, faleminderit shumë që pranua të intervistoni. Shpresoj herën tjetër të bëjmë këtë intervistë edhe në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë që ishit pjesë e Infomagazinës. Ju faleminderit shumë. Unë falenderoj juve shumë që gjetët kohë. Faleminderit.